Kryetare, dëgjova me vëmendje dhe kryetaren e Komisionit të Ekonomisë dhe pikërisht për faktin që kjo mbledhje është publike dhe është dhe për interesin qytetar është një arsye më shumë që ne duhet t'i kemi të dy anët e medaljes, sepse buxheti në fund ditës do na tregoj se si do shpenzohen paratë dhe ku do shkojnë paratë, po si mund ta kuptojmë ne në qoftë se nuk shikojmë edhe paketën fiskale në të kohë, se si do të sigurohen këto të ardhura. Dhe kjo është edhe për transparencën e publikut, por është edhe për gjykimin, zonja Ekonomi, dhe për gjykimin nëse keni një buxhet të balancuar apo një buxhet që krijon deficite. Se në fund të ditës ndaj ka vënë legjislatori edhe në ligj, edhe në kushtetut, edhe në rregullore, që është bashkë me ligjet e tjera shoqëruese. Pikërisht për këtë që ti ta kesh pamjen e qartë kur gjykon mbi një buxhet shteti. Nuk ka mundësi që ju të na prezantoni vetëm se si do shpenzohen dhe ku do shkojnë parat, pa na prezantuar se si do jenë tatimet, taksat, tarifat, ato që do të paguajë qytetari që të rrjedhë dhe ky buxhet kaq i madh. Se që rrjedhë ky buxhet kaq i madh do thotë që paguajnë qytetarët, se nuk rrjedh nga Zoti. Kështu që në këtë aspekt besoj se duhet i qëndrojmë rregullores, duhet t'i qëndrojmë frymës, le të marrin kohën që duan, le të vinë të paraqiten nesër pas nesër, kur të jenë gati bashkë me paketën fiskale, të rimblidhemi dhe për interesin publik dhe për interesin ton, të mund të diskutojmë në mënyrë të përmbledhur të dyja edhe projekt buxhetin dhe paketën fiskale. Shumë faleminderit.